E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Për të komentuar pak ngjarjen më të madhe që nisi natën e mbrëmshme, Big Brother VIP Albania 5. Në fakt ishte një spektakël i mbushur me shumë emocion, me shumë ngjyra, një natë tepër glamuroze, një hyrje shumë e veçantë, do me thënë të gjithë banorët ishin të njëjtë në përzjedhje, përpos Lore, e cila hyri duke kënduar, por të gjithë banorët e tjerë ishin të njëjtë. Nuk është se kishte hyrje shumë glamuroze, nuk është se kishte hyrje shumë wow, por do me thënë hyrjet ishin të njëjta për të gjithë banorët. Ledion Liço nisi këtë rrugtim të bukur, këtë rrugtim fantastik me shumë lumturi, me shumë dashuri, por njëkohësisht edhe duke thumbuar. A i tha që moderatorja, apo a i plani që në fakt është kapur nga këmbët te koka, fatkeqësisht nuk është më, sepse nuk është Arbana dhe tani jam unë. Do me thënë, strategjit, lufta që po ndodhen mes Ledionit edhe Arbanës, ndonjëherë ta mendojmë si një luftë virtuale, por ndonjëherë ta mendojmë si një luftë të vërtetë. Unë në fakt doja ta mendoj si luftë virtuale, por është një luftë të vërtetë sepse Ledioni dhe Arbana duket që kanë prishur raportet e tyre, edhe pse Arbana e kishte cituar në një postimin e saj që Ledionin e ka mik, por miqësia kur vetë në pa interesi, normalisht që shkatrohet, kështu kemi mësuar kohët e fundit. Por gjithsesi, do me thënë, nga banorët të cilët kanë hyrë në këtë kast, nga një shtëpi shumë e bukur, presim shumë dinamika, por natën e mbrëmshme na u shfaq një video në LED wallin e shtëpisë që tregonte që brenda kësaj shtëpie kanë jetuar disa banorë të tjerë që nënkupton, do me thënë, ky Big Brother do t'jetë i ndarë në dy botra. Kjo është pikpyetja e parë. Ky Big Brother ka dy botër më vete, mund t'jetë bota AI e cila do të shfaqet vetëm në ekranin televiziv, apo është një shtëpi paralele e ngjitur. Tani nëse ne do të bëjmë krahasimin e shtëpisë së vitit të kaluar me këtë shtëpi, do të ndalojmë tek dritaret. Për shembull, vitin e kaluar ka patur 6 dritare tek dhoma kryesore e madhe. Ndërsa këtë vit kemi vetëm 2, që do me thënë ka një lloj ngushtice të madhe në dhomën e ndenjës. Veranda këtë vit është pak më ngushtuar, por më e hapur në pjesën e kafes ku e pinë, vjet ku ishte Lori kafe, ku pinte Gjesti dhe Egli, ndërsa ka një lloj gjelbërimi që tregon që do me thënë në anën tjetër fshihet një shtëpi tjetër. Dyshimet e mia janë, do me thënë duke analizuar krejtësisht lojën dhe duke i parë divanet që kjo shtëpi kishte divanet pink, ndërsa shtëpia që u shfaq në video kamer natën e mbrëmshme i kishte divanet portokalli, do me thënë i bie që janë dy shtëpi paralele, janë dy dhoma paralele që ndoshta do të shfaqet në muajt në vazhdim. Le të themi që luhet në dy botë. Këtu ka 14 banor, do me thënë asë një kast nuk ka patur 14 banor, zakonisht ka nisur me 17 banor, ndërsa atje në atë shtëpi ishin 4 banor. Mendoj që janë dy shtëpi paralele, mendoj që kjo shtëpi do të zbulohet ditën e premte, ashtu si që edhe do të nisën loja në fakt, nuk ma merr mendja që do ta lënë më gjatë. Ledioni e la të kuptueshme që janë dy shtëpi, në fakt ishte verandë e njëjtë, ishte pishinë e njëjtë, mendoj që videoklipi është bërë po te veranda e kësaj, ndërsa pjesa tjetër mund të jetë e ngjajshme. Çfarë mendimi keni ju? Do me thënë, si e shikoni këtë lojë? E shikoni të ndarë mes dy botrave, apo do t'jetë vetëm brenda një shtëpie? Do me thënë, po që se t'jenë dy shtëpi, do me thënë i bie që janë dy Big Brothera paralel dhe do t'jetë shumë interesante, do t'jetë interesante shumë edhe për banorët. Dua të marr mendimin tuaj.